Luizelli dhe Chiara Tito, një nga çiftet më të komentuara dhe më të dashura të publikut shqiptar, kanë konfirmuar zyrtarisë së projektit të tyre më i ri, një film i shumë pritur është drejt finalizimit. Pas muajsh pritjeje dhe aludimesh, dyshja njoftuan se filmi do të shfaqet për herë të parë në shkurt të vitit 2026. Lajmi është bërë publik përmes rrjeteve të tyre sociale, ku Luiz dhe Chiara ndajnë një postim të shkurtër për shumë domethënës. Shkurt 2026 në kinema. Ky konfirmim ka ngjallur më njëherë reagime të shumta, si nga fansat e çiftit, ashtu edhe nga ndjekës të filmit shqiptar, që presin të shohin çfarë historie do të sjellin dy protagonistët. Filmi për të cilin çifti ka punuar prej kohësh në heshtje, besohet të jetë ndër projektet më personale të tyre. Edhe pse detajet rreth skenarit, zhanrit apo kastës së aktorëve nuk janë zbuluar ende, burime pranë ekipit kanë sugjeruar se projekti përfshin elemente dramatike, romans dhe momente të frymëzuara nga vetë eksperiencat e tyre të përbashkëta. Kjo është hera e parë që Luizi dhe Chiara sillin një projekt artistik të përbashkët në formë filmi, duke ngritur dhe më tej profilin e tyre si figurat publike që nuk dalin së përfaqësuari audiencën. Luizi dhe Chiara u njohën brenda shtëpisë së famshme, dhe që pra asaj dite, ata nuk janë ndarë nga njëri tjetri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.